unë, ti dhe tekbiri. Apo kështu po shprehem, e risetoje shpirtin tënd me tekbir. Jehonat e tekbirit, Allahu Akbar, trokasin ndyer të çdo zemre. Ndalu për pak këtë mendoje. Sot dita e dytë e Bajramit të Kurbanit. Ditët e Bajramit s'janë veç festa që duhet shënun kalendar. Ato janë ftesa jote VIP për një rilindje të plot. Kur gjuha jote thot Allahu Akbar, mos e le me mbet kjo veç një zakon. Lejo që ky kod, Allahu Akbar, me zbrit thellë në shpirtin tënd, e me ta ndryshu perspektivën për jetën. Me një fjalë, gjeje lirin e vërtet në fjalën Allahu Akbar. Vërtet me një botë ngarkume ku njerëzit vrapojnë bas statusit, pareve, klikimeve apo pushtetit kalimtar. Tekbiri Allahu Akbar të kthen në shpeh. Tekbiri ta kujton që asgjë e askush s'meriton me ta kontrollu qetësinë përveç atij Allahut që ta dha jetën. Ti e rob veç atij. E pikrisht këtu gjendet liria jote më e madhe në fjalën Allahu Akbar. Zvogloj problemet para mallënisë së Allahut me Allahu Akbar. Çfarë do breng? Stres, sfidë, që e mban mbi supe. Qof një barë shëndetësore, një rrugtim i vështirë profesional apo një nyje në jetën private, dije që asgjë nuk është më e madhe se Allahu kur e thua Allahu Akbar. Ti po i thu secilës stuhi në jetën tënde, ti je i vogël apo e vogël se Zoti jem është më i madh. Depot e Allahut kur nuk shterojnë dhe zgjidhja është më afër se që mendon. Pra, me një fjalë, bëjeni në gjuhën e këtyne trive upgrade të egos tënde. Tekbiri është detoksi më i mirë kundër arrogancës dhe krenarisë së rreshme. Tekbiri na ul në tokë me përullësi, të na kujtu mallështinë e vërtet, që njeriu duhet me tregu butësi, e dashni dhe respekt me njerëzit në përgjithësi. Pra Bajrami i Kurbanit është fest e sakrificës dhe dorëzimit plot që na thret në diçka, na bën një ftesë. Është koha me i bot delete. Qa me bot delete? Inatet e vjetra, egot tona, mos marrëveshjet e vogla, në emën diçkaje shumë më të madhe që është kënaqësia e Allahut. Krejt në përmbyllje të kësaj këshille në ditën e dytë Bajramit, fryti praktik duhet të jetë shndroje festën në një stacion ndryshimi. Mos e le bre këtë Bajram me qenë veç rutina apo tradite jashtme, por bëje një pikë these, turning point, ndo këtë shtu trite përdorin këtë shprehje, turning point. Këtë përfund, gëzofsh me një shpirt pastërt, me plot mirësi, i rrethum me shumë bekimet Allahut, që mban ndorë çdo rrahje të zemrës tonë.